Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe do të kemi një video shumë interesante që nuk e kam bërë kurrë më parë. Do të kemi kombinim me ushqimesh, por nuk është thjesht kombinim ushqimesh. Unë do të provoj këto shijet, i kam parë në internet tek Çati me inteligjencën artificiale. Unë e kam pyetur, i kam thënë, më trego ca kombinime ushqimesh dhe mi tregoi, unë do gjej tani si çfarë ngjajnë kur i kombinon. Pra, kjo është e bukura dhe interesantja në këtë video. Pra, që të gjejmë se me çfarë ngjajnë këto kombinime. S'janë vetëm këto këtu, kemi këte sheqer, mjalt, rikota ose gjiz, dhe shikoj ante uthull krip, pra çfarë nuk kemi. Kështu që pa humbur kohë të nisim të provojmë kombinimin e parë, që është mollë me kastravec. Marrim mollën, kastravecin dhe ideja është që duhet të kafshojnë të dyja bashkë. E dini si çfarë ngjan shija? Ngjan pak si pjepër. Nuk e di sa saktë janë, por ju ftoj dhe ju ta bëni në shtëpi. Pra të gjithë që jeni kurioz mund ta provoni këtë challenge, se është shumë i lezetshëm. Mua më ngjau si pjepër. Më komentoni dhe ju pasi ti provoni si çfarë ju ngjajnë kombinimet. Tani do vazhdoj me një kombinim tjetër, ndërkohë këto që provoj po i lë në një kartopicet. Kombinimi tjetër është rrush me një kikirik edhe e bëjmë kështu. Ndërkohë, dua t'ju them që për këtë video më ka ndihmuar një shoqe të cilën e përshëndes, ma kishte dërguar videon e dikujt në Instagram që kishte vetëm 3 ditë që e ka bërë, kështu që thash të kap trendin pa u bërë viral. Kështu që unë mund të jem e dyta që e bëj. Rrofsh e të puth. Tani provojmë rrushin me këtë kikirikun. Ju betojmë që ngjan si një çokoladë, pra nuk e di si do ju duket ju kur ta provoni, mua më duket si një çokoladë. Dhe në fund do t'ju them cili kombinim ishte më afër asaj që unë mendoj dhe që merr not 90 edhe cili nuk më pëlqeu fare. Edhe që nuk i ngjan asaj që mund të ketë thënë Çati. Provojmë tani kombinimin e radhës, mollë me portokall. Ndihet më shumë portokalli. I përafrohet pak shijes të kivit. Më ngjan pak me kivin. Po mundem të pi pak ujë, dhe mos më ngatrohen shijet. Tani kemi kombinimin e radhës, kemi limon edhe mollë. Po jap pak limonin që mos ta hak të koren. Para se t'ju them çfarë më ngjan, më besoni që shija e mollës me limon është pak si e thartë kjo tani, po ka një super shije, do më thënë nga të gjitha këto që kam provuar tani, kjo është një shije shumë e mirë, gjithashtu dhe rrushi me kikirik që ngjante si çokoladë, ishte super. E dini si ngjan, se molla është më e ëmbël, limoni më i thartë, ngjan si një manafer. Ngjan shumë me frutat e pyllit, më super pëlqen kjo shija. Tani kemi portokall me karrot. Të shohim si çfarë ngjajnë. Duket si mango, fix mango. Shumë kombinim i lezetshëm dhe ky. Ndërkohë po lexoj pak tek fletoria çfarë na ka thënë tjetër Çati. Atëherë kemi kastravec, krip. Si mendoni ju, si çfarë do ngjaj kjo? Edhe pse merret me mend, po që kjo uthulla. Unë kam qef kështu ta pi siç është. Ja dhe uthulli. Dhe tani gati për ta provuar. Unë që i kam shumë qef turshit, kjo ngjan fix turshi. Pra, nëse përtoni të bëni turshi, unë kam dhe një recetë, mund ta shikoni te YouTube Shorts që kam për turshi. Turshi për 1 sekond, do me thënë përzeni kastravecin, kripën, uthullun dhe për 1 sekond do keni shijen e turshis. Dhe ta mendoj që i kemi në shtëpi këto produkte dhe nuk i kemi kombinuar ndonjëherë. Më lini koment nëse ju keni kombinuar uthull, kastravec me krip, por unë asnjëherë. Okej, në sallat, me domate, me qep, me ullin, i kemi bashkuar, i kemi përzier. Po kështu të haja vetë, do më thënë, një copë kastravec, uthull, krip, se kisha bërë kur, por nga sot e tutje do nis ta konsumoj këtë si një tip snacks, se qen ka super, super, super. Tani kemi, këto po i lexoj sepse nuk e mbaj mend, janë shumë kombinime. Këto që kisha bërë gati, kisha lënë në një vend që të mos i ngatroja, ndërkohë këto do tjerat i kam të shpërndara, kështu që po lexojmë kombinimin tjetër. Kastravec me sheqer. Okej, ja ku e kemi sheqerin, marrim pak dhe vendosim këtu te kastraveci.
Kastravec me sheqer, unë haja shumë e vogël, me thënë të vërtetën. Se di pse haja, po më shionte. Juftoj ta provoni kastravecin me sheqer dhe të më thoni nëse kam të drejtë që afrohet pak me shijen e dardhës. Okej, interesant edhe kjo e kastravecit me sheqer. Tani, mollë, limon, sheqer. Okej, mollë, limon, sheqer. Po e sheqerin si për limonit. Kjo afrohet pak me bostanin ose shalqin, varet si i thoni në zonën tuaj, ai i kuqi me fara zeza, jo pjepri, ai i verdhi. Mollë, sheqer, limon, gjam, pak me shalqinin. Tani, çfarë thot çaci tjetër? Domate, ricota ose gjizë, varet çfarë ndodhet në shtëpi. Ricota është italiane, pra gjizë italiane, dhe mjalt. Kam marrë nga këto domatet e vogla, te luga kam ricotën ose gjizën, dhe kemi dhe mjalt që e kemi këtu, dhe e bëj shtëpinë, derisa të zgjohet rrej, se është në gjumë. Do më duhet të mbaroj video dhe të pastroj shtëpinë. Ndërkohë, marrim mjaltin. Kjo më duke shumë shije e çuditshme, më vjen sikur do jetë një shije e shpifur, po se di të shohim. Dhe kurioze jam të di nëse i ngjan shijes që ka thënë çati. Do t'ja them pak më vonë për çfarë ka thënë çati dhe a ngjan. Nuk ishte fare e shishme. Çati më ka thënë që kjo shije ngjan si kajsi, por më vjen keq, shoku im këtu ja ke futur kot fare, do me thënë, do zire me çatin, sa po do mbyll videon, do t'i them që kjo e kajsis nuk ishte e vërtet. Zireni me çatin ju, se unë edhe zihem ndonjëherë. Çati më pas ka thënë dhe për krem djathi me domate qershi, kështu që unë po shkoj ta marr se nuk e pas kam këtu dhe erdha. Okej, ja ku është domatja, ja dhe kremi djathit, i kam vënë pak, të marr dhe pak më shumë. Okej, mora pak më shumë. Këtë e ka gjetur çati, ngjan si picë margarita ajo shije. Edhe kjo shije është okej. Tani të dini ju çfarë është për këtu, do me thënë. Ka kombinime të ndryshme, ka rrëmuj të papar, por dua t'ju them se cili kombinim më pëlqeu më shumë dhe merr pikët maksimale. Ai që s'më pëlqente fare ishte kombinimi që bëra me mjalt, me ricota dhe domate, ai merr 0 pikë. Dhe ai që më pëlqeu më shumë ishte rushi me kikirik, kishte super shije, ngjante vërtet si çokoladë, dhe shumë më pëlqeu molla me limon. Dhe për një kombinim shumë të shpejtë, kastraveci që dukshte si turshi me kombinimin e kripës dhe të usullës ishte super. Këto 3 do marrin nota 10, të tjerat, ashtu. Unë juftoj që t'i bëni dhe ju këto kombinime në shtëpi, të më komentoni mbase ndonjë gjë ndryshe. Unë për shembull do fusja këtu kombinimin e pulës me kastravec që duket si shije peshku. Pra nuk e di nëse ju keni ndonjë nga këto kombinimet, më lini në komente, mbase disa kombinime që s'kam bërë, mund t'i bëjmë një video të radhës. Mos harroni të më lini një like, një koment në këtë video dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Dhe mos harroni diçka shumë të rëndësishme që unë ju dua shumë të gjithëve dhe pse nuk ju shikoj, por ju ndjej shpirtërisht, kështu që shpirtrat duen edhe kur nuk takohen. Pacim!